Kosova votoi, ku shqiptarët e Kosovës shprehen vullnetin e tyre me votë. Ky proces zgjedhor është ndjekur me interes si një zhvillim politik tepër i rëndësishëm në Treva, edhe nga një pjesë e konsiderueshme e qytetarëve të Vlorës. Për vlonjatët, procesi zgjedhor në Kosovë është për të marrë shembull, sipas tyre, zgjedhje model, të qeta, pa konflikte dhe tensione, shumë ndryshe nga situata në Shqipëri në çdo fushatë elektorale. Jemi edhe në prag të fushatës zgjedhore në Vlorë, teksa qytetarët thonë se edhe në vendin tonë duhet të merret një shembull i tillë i zhvillimit të proceseve zgjedhore të qeta dhe pa problematika. Një shembull më vete sipas qytetarëve është edhe shpallja e rezultatit zgjedhor, i cili u shpall brenda disa orësh dhe jo si në Shqipëri, ku numërimi i votave zgjat prej ditësh. Atje që më vesh më janë 32 partijo dhe kanë për 32 partijore. Qa bëhet Kosova me 2 milion banor 32 partije? Dëgjoj? Vetëm osja për dhe ka janë balotazh. Ama 32 parti, po proces elektoral? Jo, po ata e bëjnë më të qetë dhe ne procesin nuk e bëjmë se e bëjmë të zhurshëm, po puna se në fund thonë na i vodhe. Ky është problemi. Edhe po si vodhe? Edhe po si vodhe na i vodhe. Ndërkohë, duhet ta marrim çik si model në këtë procesin elektoral të Kosovës? Si është? Po, kur ka normalitet, pse të mos a marrësh? I qetë dhe mbrëmë njëzori me ato rezultate njëzori me teknikën, pam mjerësh. Pse të vazhdojmë ne 1 muaj, 2 muaj për dhe në rezultatet. E njëzori prav natha, si që kishte në Tiranë Kamza e kush i kishe njësia 5. Njëzori u la, kaq. Po edhe, po këta thonë dhe do ta bëjmë, edhe s'do ta bëjmë. Edhe duam, edhe se duam. Qa i pengonje? Se u vim për mba rezultatet. Shumë mirë, e këtë ka qenë. Konkurencë ka patur. Më duket sepse u fut në rrugën e vërtet politika Kosovës e ka pat shumë probleme, u zvarrit shumë. Mendoj se po e gjej vetë dhe kështu që bëhet një qeveri e suksesme për popullin. Unë mendoj se këto zgjedhje në komunë që kanë pat ata është bërë më qetë, më ekuilibruar, më me kulturë. Edhe mendoj se është zgjedhur shumë mirë, kurse këto pjesa e qeverisë ka pas shumë probleme që kanë stonuar shumë në politikë, po të paktën jetën fjalën edhe i vlerë e madhe është. Di uroj sukses e mbarësi të kenë. Për qeverinë nuk marrim shembull, të marrin ata na ne. Kurse për këto komunat po. Ka qenë më model, më thjeshta, më me mbarësi, më me mirë kuptim. Edhe rezultatin kopë. Edhe rezultatin brenda ditë, kështu që asnjë incident, mbaroi filmi. Ndërsa pjesa tjetër dërmuese nuk kanë shfaqur as pak interes për procesin zgjedhor në Kosovë. Ata thonë se zgjedhjet dhe vijushmërinë e tyre nuk i kanë ndjekur, duke i interesuar vetëm situata vetjake apo edhe ajo politike në vend. Por pavarësisht kësaj, edhe kjo kategori e qytetarëve kërkon që fushatat në Vlorë të jenë të qeta, pa fyerje, sharje, incidente dhe probleme. Si të zhdukur si proces apo si ka vijuar? Ka qenë e qetë kjo fushat, si në komendin tuaj? Sa vjeç jeti? Unë jam 30. Je i vogël akoma, si shqiptar. Si të gjithë shqiptarët të bëjnë fushat. Ama ka qenë më e moderuar se tek ne. Si të gjithë shqiptarët. Nuk mund të themi se nuk kam qenë ta shikoj atje. Le me çto televizorja ne më the tash, po se pe konkretisht nuk mund të flasësh. Mendon se do rregullohet avash avash. duhet jetë më e moderuar fushata dhe këto? Gjithnjë duhet më mirë, ka më mirë. Çfarë të vret syrin të fushata elektorale? Duke njohur për shembull historikun e Shqipërisë, nuk vret asgjë, mirë është. Kështu siç Ka është. qenë më keq. Jo, më keq. Tash më keq dhe më mirë, gjithnjë më mirë do jetë, dihet ajo punë. Në Kosovë jo, se dianë. Besoj nga lajmet, ndoshta. Po nuk e kam ndjekur, se di. Mirë, më jep një përshtypje, si duhet jenë fushata? Paktën, jemi prag të zgjedhjes. Kjo fushat e Tiranës duhet ta marrë Flori, se s'bën. Jo, si duhet jenë në vimësi, pavarësisht kandidatëve, duhet jenë pa tensione, pa sharje, pa... Po pa tensione, dihet ajo pa tensione, qa, do bëjmë luftën ashi? Pa tensione. Po vazhdojnë apo? Po si që kanë zëna këta, kjo luft duhet vazhdojnë. Duhet vazhdojnë.
fundit e ke ndjekur pak fushatën Kosovë, apo jo që bëheshin zgjedhje? Ku merrem unë jam vetëm për kam mendje unë të qilloj fushatën e të qilloj. Ka qenë një, po ta shpjegoj, ka qenë një fushatë në Kosovë e qetë. E qetë, po, pa probleme ishte, e djova. Rezultati ka dalë në kohë ndërkohë, ka dalë brenda pak orësh. Mendon se duhet të jetë shembull edhe për Shqipërinë kjo? Po, patjetër duhet të jetë. Patjetër. Kur është Kosova që u çliruam më prapa, po neve. Si janë fushata zakonisht këtu tek ne? Fushatat që janë këtu te neve, po ku ti gjejnë ashtë të shpjegoj të gjë. Janë të me sharje, me fyerje, të tensionuara, si që ke parë vitet e fundit. Po ka probleme shumë ashtë. Varet nga njerëzit ajo punë, si e gjykojnë. Duhet të marrin shembull nga Kosova, ta zgjidhin në atë mënyrë. Duhet marrim se s'bën, që s'bën. Ndër vite, situata politike në Kosovë nuk ka qenë as pak e qetë, por pavarësisht situatës të tensionuar të politikës, numrit të madh të partive, apo edhe kandidatëve në zgjedhje, madje edhe presioneve dhe prezencës së listës serbe, Kosova ka treguar se në organizimin e fushatave zgjedhore është shumë larg në kualitet se Shqipëria.